Në ndeshjen hapëse të javës së 18 që sot u zhvillua në stadiumin e qytetit në Kavadar mes Tikveshit dhe kampionit në fuqi ekipi Shkëndija, pas 90 minutave lojë, ndeshja përfundoi me fitoren e kuqezinëve 1-4. Në një lojë tipike kampionale ku dominoi skuadra kampione, demoloi Tikveshin pas barazimit 1-1 në pjesën e parë. Kuqezinët në pjesën e dytë dominuan lojën në të gjitha aspektet duke shënuar fitore të thellë 1-4. Autori i golit për Tikveshin ishte Stojkovski në minutën e 24, ndërsa për ekipin kuqezi shënuan Tamba, Meliqi, Zejnullau dhe Nzenguje. Me 3 pikët e sotme, Shkëndija me 42 pikë ngjitet në pozitën e dytë në renditjen e tabelës, ndërsa skuadra e Tikveshit me 22 pikë vazhdon të mbetet në pozitën e 6. Kujtojmë se pas kësaj ndeshje Shkëndija përgatitet për ndeshjen e parë të play-offit në UEFA Conference League kundër ekipit Samsun Sport që zhvillohet më 19 shkurt me fillim në ora 21 në arenën Tordor Projevski në Shkup.